Mjeku i qendrës rajonale të shëndetit mendor në Shkodër, Gjon Preqi, ka tërhequr vëmendjen për nevojën e trajtimit më të drejtë financiare të pacientëve të kësaj kategorie. Sipas tij, vëmendja duhet të nisë nga komisionet përkatëse, të cilat duhet të respektojnë më shumë rekomandimet e mjekut specialist, sidomos kur bëhet fjalë për mbështetjen ekonomike të këtyre pacientëve. Kuptim ka që para 5 vjeç kanë marrë 120.000 lekë, e sot marrin 80. Mbi bazën një vlerësimi më të detajuar, jo vetëm në bazën e diagnozës, por edhe në bazën e kushteve sociale, ekonomike, niveli i funksionimit pacientit etj. Një shkallëzim. Por kjo asesi nuk plotëson as minimumin e minimumit të nevojave të personit. Për shembull, pa frikë, 2 fishën e pensionit që marrin smundën tonë konsumojnë vetëm duan. Jo sa është e shëndetshme, por e kanë si regjim dhe stil jetese duhen pa frikë. Preqi thekson se edhe kjo kategori duhet të përfshihet nga qeveria në indeksimin e çmimeve, bonuset dhe rritjen e pensioneve, ashtu si kategoritë e tjera në nevojë. Nuk ndjek trendin e rritjes progresive të pensioneve dhe të indeksimit me të tjerët. Është për një masë shumë e madhe, ndoshta mund të jetë problem financiar, por që është në vend numëra. Janë e mira, janë e mira. Vetëm Shkoda më ketë, 2-3.000, s'kam një statistikë. Jo të smundë të tonë, po edhe të specialitetet tjera. Aty janë statistika që i ka shërbime sociale, por që janë e mira. Pra nuk ndjek indeksimin apo rritjen progresive të pensionit që ka bërë qeveria gati çdo vit. Një tjetër shqetësim i ngritur nga mjeku është pamundësia për t'u ofruar vizita në banesë pacientëve me probleme të rënda, pasi qendra rajonale e shëndetit mendor në Shkodër nuk disponon asnjë mjet transporti për këtë shërbim. Me ligj do shkojmë edhe ne, po me çfarë shkojmë ne? Ne edhe në qytet hesim në kam. Mungesa e një mjeti që është me vite e kërkuar, por që është vështirë ta mendosh si kërkesë për ta realizuar, se kërkesë këtë legjitime, por mundësia për me pas si shërbim, që nështë shërbimet tjera në vendet tjera në Kosovë, por ja kanë gjëra krejtë e zakonshme, ne quajmë luks me pas një makinë me përshërbimet veçanta. Ose me masmuar me qenë në shtëpi, ose me shku stafi me po në shtëpi. Qendra rajonale e shëndetit mendor në Shkodër mbulon 4 prefektura, Shkodrën, Lezhën, Kuksin dhe Dibrën, por aktualisht stafi detyrohet të zgjidhë vetë transportin për vizitat në terren, pavarësisht se kujdeset për qindra mijëra pacient në të gjithë veriun e vendit.